Spitali Rajonal i Lezhës është gati për të ofruar shërbime të plota për banorët e qarkut pas përfundimit të rikonstruksionit të godinës qendrore, një investim i qeverisë shqiptare me mbështetjen e Bankës Botërore. Ministri e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evis Sala gjatë inspektimeve të ambienteve të këtij spitali theksoi rëndësinë e infrastrukturës së duhur shëndetësore dhe ofrimin e shërbimeve cilësore në strukturat spitalore rajonale. Këto investime që janë bërë shërbejnë vërtet që menaxhimit bëhet mirë dhe rezultatet jenë ato që duhet bëjmë, sepse kjo është maksimumi i kësi janë ambientet dhe pajisjet në vende më të avancuara. Unë s'kam parasysh. Këtu kemi një bashkë menaxhim me qeverinë turke, ku kemi të dërguar menaxher turq, të cilët i asistojnë për kartën e menaxheriale që e kanë marrë jemi ndër spitalet e para që jemi ndërtuar në program për autonominë plot. Kemi dhe që ka aty menaxher do kaloni në financiare. Rrugë të gjatë të mundimshme, por rrugë e duhur. Shiko, në momentin që e bën dhe je arrin atje është shumë bukur pastaj, sepse pavarësia financiare të jep mundësitë të ngritjes së kreativitetit. Na gëzon ky fakt, pasi edhe për ne ka qenë sfidë faktikisht për ta kthyer në ato situata që ka qenë. Se pari krenar për atë që keni bërë, sepse gjithsesi sigurisht është ndërtuar punën gjitha, por që është realizuar edhe në këtë moment është puna e gjithëve, sepse kur bën një gjë tre është si rikonstruksioni i shtëpisë që kalon nëpër një fazë të vështirë. Spitali Rajonal i Lezhës me një kapacitet prej 162 shtretrish dhe 324 staf spitalor në gatishmëri përbën pikën kryesore të referimit shëndetësor në këtë rajon, duke ofruar shërbime të specializuara klinike, diagnostikuese dhe kirurgjikale për komunitetin. Pas përfundimit të ndërtimit të godinës së re të maternitetit, rikonstruksioni i godinës qendrore përfaqëson një tjetër hap të rëndësishëm drejt modernizimit të infrastrukturës spitalore në këtë qark.